Koalicioni vlen edhe sot ka lëshuar një stërk kritikash për kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmetin dhe partinë e tij. Nga vlen thonë se për shkak të skandaleve të Artan Grupit është shkatruar autoriteti Ali Ahmetit. Pas gjithë këtyre ngjarjeve, sipas vlenit, Ahmeti nuk ka më mundësinë të imponojë asnjë zgjidhje, sepse askush nuk beson më se do të kthehet të shpejt në pushtet. Dëshpërimi ka shkuar deri aty sa të çon inate edhe me administratën amerikane, duke i mbajtur afër dhe justifikuar sjelljen e kuadrove të BDI-s që janë në listat e zeza. Skenarit për bojkot dhe planeve për provokimin e incidenteve ditën e zgjedhjeve i ka paraprir një përçarje brendshme në frontin e BDI-s. Nga vlen thonë se në vend që të defokusoj opinionin me shqetësim të rrejshëm për gjuhën shqipe, BDI duhet të përgjigjet për disa pyetje që ata i kanë parashtruar publikisht. A i ka thënë Ahmeti Selës se nuk mund të heq dorë nga shërbimet e Ramiz Mirkos. A është e vërtetë që Artan Grupi qëndron pas Ramiz Mirkos për shkak të pazareve të tyre të ndërsjella? A është e vërtetë që Zjadin Sela është kërcënuar se do të bojkotojë zgjedhjet lokale në Strug nëse Ramiz Mirko nuk përjashtohet nga BDI? Përgjigjet e këtyre pyetjeve do ta vërtetojnë atë që po themi. Pas përpjekjeve për të shkaktuar krizë politike, fshihet frika nga humbja. Skenari bojkotit nuk ka asnjë lidhje me të ashoqëruarën në deshqiptarizim, për të cilin BDI po mashtron. Populli shqiptar e ka kuptuar këtë mashtrim politike dhe do të ndëshkojë ashpër këtë radhë në zgjedhjet e ardhshme, thuhet më tej në reagimin e koalicionit të vlen.